me të vërtet ka qenë një kohë shumë e rëndë për mua sepse nga i herë planet nuk shkojnë ashtu siç i ke qef, edhe siç dën ti, por Zoti ka dashur më sfidu edhe unë për momentin jam shumë mirë, më duke u kthy me ekip gradualisht, duke bërë stërvitje individuale dhe shumë shpejt kismet Zotit më inkuadru me ekip edhe më kthy në lojë, sepse kam pas disa probleme që nuk kam mund që ta dija për rezultati shkakut po më vinë, por fal Zotit e kam gjetë problemin tani dhe është gjithçka në rregull dhe falenderoj Zotit shumë. Edhe njëkohësisht duke falendëruar edhe ekipin sepse më kanë ecë mbrapa shumë në këto ditë vështira sepse është kohë e vështirë për mua, sado që një futbollist kur është në fazë rikuperimit, lëndimit, është kohë e vështirë, por duhet të falenderojmë Zotin Spore dhe ekipin dhe gjithë personat përreth familjes time, menaxherit që më kanë ecë afër shumë. Aktualisht jetë Slovan Libereci, pikërisht e përmendë edhe ti, pyetja ime radhës ke sa të ka qëndru ekipi prapa, bashkëritarët? Me të vërtet, unë kam qenë shumë me ta në komunikim të non-stop dhe sepse në kam bërë rehabilitimin jashtë klubit edhe kanë qenë tepër korrekt me mua dhe janë sjellë në mënyrën mjaft mirë që ndoshta nganjëherë sepse kur je i lëndum edhe nuk në mentalitetin nuk shikohesh ashtu. Po këta më kanë respektu tepër shumë edhe i falenderoj shumë herë sepse më kanë ecë ofër shumë këtë ditë nga kryesia, trajneri, bashkëtarët gjithë, kështu që i falenderoj shumë dhe shpresoj që të bashkangjitem sa më shpejt që është e mundur.